Ke një vend, një shënim monografik që është Zeneli ynë i paharruar. Interesant. Për Zeneli. Po për Zeneli. Zeneli, kush është Zeneli? Do më thënë Zeneli është personaliteti real i Migjenit? Po, Zeneli Islami është personaliteti real i Migjenit. Një ditë, profesor Nonda vjen i nevrikosur për punët e tia, dhe hedhë regjistin mbi aty badakon ku banë leksione, edhe e ngrenë si Zeneli Islamin. Edhe thot, fol për Migjenin. Qëllë tema e Migjenit, kur Zeneli ishte i Migjenit, profesori nuk e din që sa përsohi real i Migjenit. Dhe këtu filloj ajo gjëja e bukur që unë e kam përjetu me direkt një gjatë drejt. I thot, profesori thot ki Pjetër Baca, është Zeneli, e dimur që është Zeneli. është Zeneli i Migjenit, e dimur që është prej Puke. O, profesora, personahi real i Migjenit. Jo, mor thot, ullë regjistin, ik, zhduke 3 dit, dhe pas 3 dit që vjen me novelen të Zenelat. Krimin e dhe për këte, i pari ja kam të regu mesës së Migjenit, ja kam të regu dhe karmë ka përqafu, kena bëma dhe i thëra vimet se qyti një kujtim që nuk e dinte, po ishte një diçka këtë originale.